Opinion nga Halil Geci. Kronike një tradhtie të brendshme që është ndëroi trashëgiminë e Rugovës në mjet shërbimi për të tjerët. LDK-ja nuk u rrëzua vetëm nga kundërshtarët politik, ajo u rënua nga brenda. Partia e Ibrahim Rugovës, simboli i rezistencës paqësore dhe i orientimit perëndimor, u shndërrua gradualisht në një strukturë të nënshtruar, pa vullnet politik dhe pa identitet. Edhe mbështetja amerikane nuk mundi ta shpëtojë një parti që sipas kritikëve kishte zgjedhur vetë rrugën e vet shkatërimit. Pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, LDK-ja uzurpua nga strukturat e Shikut dhe të mbetjeve të UDB-s në aleancë të drejt për drejt me Hashim Thaçin, depërtuan brenda saj dhe ja humbën autonominë politike, që nga ai moment LDK-ja nuk ishte më subjekti vendimarrës, por një mushkë politike, mbi të cilën Hashim Thaçi hipte dhe zbriste sa herë duhej për interesa pushteti. Kjo kapje nuk do të kishte qenë e mundur pa bashkëpunëtorët e brendshëm. Ishin njerëz brenda LDK-s që ja kurdisën Samarin dhe ja shtruan rrugën këtij nënshtrimi. Pasojat e kësaj tradhtie u reflektuan në vendime madhore shtetërore. LDK-ja humbi vetëm pse mbështeti projekte që rrezikonin veriun e Kosovës, 4 komunat, Trepçën dhe Ujmanin. Ajo votoi edhe për krau politika që sipas dëshmive publike përfshinin financime për lobimin e ndarjes së Kosovës në favor të Serbisë. LDK-ja humbi pse ishte pjesë e miratimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, një hap që unë e shoh si rrugë drejt fragmentimit territorial. LDK-ja humbi pse votoi dhënien e statusit special për 10 manastire serbe me territore shtesë, duke i legalizuar ato në dëm të sovranitetit shtetëror. LDK-ja humbi pse e pranoi demarkacionin me Malin e Zi, duke zhvendosur kufirin nga Çakori në Haxhaj, një veprim që u përjetua si tradhti ndaj frymës rugoviane. Për vite me radhë, LDK-ja hyri në koalicione me PDK-n, duke tradhtuar elektoratin e vet dhe duke u bërë bashkëpërgjegjëse për dëmet politike që pasuan. LDK-n nuk e kam shkatruar unë, budallënj, por ju, me mbështetjen e tradhtive politike për një post deputeti i hëngrët hallalin, Dadës Lume. Pikërisht kjo sjellje oportuniste dhe kjo etje për pushtet personal është arsyeja pse ju humbët edhe pse vazhdoni të humbni. Këto nuk janë gabime të rastësishme, por pas këtyre ka edhe një zinxhir vendimesh që shpjegojnë pse LDK-ja humbi dhe pse rrezikon të mbetet gjithmonë në margjinë. Për aq kohë sa e njëjta kryesi dhe të njëjtët njerëz flasin pa mandat në emër të saj, humbja do të përsëritet. Zgjidhja është vetëm një: kthimi te baza, largimi i plot i strukturave të komprometuara dhe shkëputje definitive nga trashëgimia e nënshtrimit politik. Përndryshe LDK-ja do të mbetet vetëm një emër historik, një parti e shaluar në mushkë, pa drejtim dhe pa dinjitet politik.